sistematikisht ull edhe pjesën e imunitetit tonë, si pjesë, sepse lodhja kronike, pa mundësia për me u relaksu, gjithmonë si kemi qenë duke prit me ndodhë diçka. Edhe fatkeqësisht me ndodhë diçka jo mirë, se ky besim jam patologjik, hajtë se bëhet mirë, është një farë kamuflimi për pritshmëritë negative që i kemi, dhe është ka qenë krejt normale në 3-4 vitet pas luftës, sepse e tillë është simptomatologjia e PTSD-s, mirë po nuk është në rregull tash, 25 vjet mbrapa. Kjo tash është brengosëse, sepse ti u përfundu një mandati, u përfundu një certifikim i zgjedhjeve, na presim menjëherë më bë zgjedhje tjera, përfundohet ky, na presim më bë tjera, tash kur përfundon ky që do të ndodhë në qershor, prap do të ndodhë diçka që do të prishen pas 6 muajve, se i tillë është prognoza, i tillë është trendi, e tillë është kasta politike me të cilën njerëzit janë, dhe kjo lëvizje shumë e shpesht është edhe fatigë nervore. Fatika nervore është lodhje konstante, pa mundësi për me gjetë një relaks. Për shembull, njerëzit që janë të punësuar në soje të partive politike munden me humb punën, si pasojë qatë stres e transmetojnë familje, familja qatë stres e bartë të fëmijët e çojnë në shkollë, edhe që kjo është një farë cikli negativ. Zinxhir. Po, e vërtet, e cila nuk po gjen dalje jashtë. Dhe po vazhdon të sillet brenda nesh. Po ndodh një farë tensioni në familjet shqiptare, që ky tension po përkthehet mandej në distres, distresi në një kohë afat gjatë, jep simptome të cilat nuk janë vetëm të ankthit, po janë të depresionit, dhe sot me përgjithësi të plot në Kosovë të prinë në, për keq po them, të prinë në hierarkinë e problemeve në shëndet mendor, krizat depresive, të shoqëruara pastaj me gjithë spektrin e çrregullimeve të ankthit, jo problemeve me ankthin, jo episodeve të ankthit, po çrregullimeve të ankthit. Në çrregullimet e ankthit e ki, domethënë, praksës klinike po i referuam, çrregullimin e ankthit të shëndetit dhe çrregullimin e ankthit social që janë garojnë për vendin e parë për negativisht, dhe e treta e cila fatkeqësisht, edhe shumë e rrezikshme, është varësia. Varësia, më thënë, është në kompeticion me këto të dyja, për prap në jo shëndetshëm. Dhe kur themi varësia, po flasim për... Varësi nga substancat narkotike, varësit nga kjo nevoja e pa kontrolluar për me bo scroll në rrjete sociale, nevoje pa kontrolluar për me u lidh edhe me u bashkëdyzu, është kriju një adiksion me ngjarjet politike, se jo vetëm sociale dhe ekonomike, se sociale dhe ekonomike normal është instinkt i jani me qenë i informuar. Pastaj, do më thënë, pornografia është një nga problematikat kryesore që trajtohet globalisht si problem, si varësi, po që kohët e fundit në vendin tonë është goxha, po themi, goxha prezente. Mandej kjo varësia për me kriju polemika të ndryshme, për me kriju shantazhe të ndryshme cibernetike, për shembull, sepse të kalon në sindrom varësie për me bë të tilla probleme në komunitet, edhe ti e shet që të fëmijët në moshë shumë të re, në shkollat e mesme të ulta, do me thënë, ka filluar ky sulmi kibernetik, ku mirën fotot, mirën imazhe të ndryshme të rrjeteve sociale, shpërfytyrohen përmes programeve të ndryshme, vihen filtra ose ndërtohen si mini animacione, shpërndohen në të qintat e sekondit për shembull, e tjera, dhe këto krejt ja u lejon jo cenzura familjare në kuptimin e mirë të fjalës, për përdorimin e rrjetit social, edhe ja u mundëson prindin në një farë mënyre, edhe tash bara i bie edhe shtetit që nuk po ndërmerr kur gjë. Mbi të gjitha këto të tjera që i përmendim. Mbi të gjitha këto, sepse është i zënë, do me thënë. Ka punë tjera të cilat kanë, do me thënë, imagjinoni kostot, se po më vije shumë natyrshëm